أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, sot në këtë mezhlis të khairit inshallahu taala, mezhlis të cilin hoxha i nderuar Muharrem Efendiu e mban në tefsirin e ajeteve nga Kurani Fisnik, do vazhdojmë edhe ne të merremi me tefsir, po jo në ato sura dhe ato ajete që hoxha Muharrem është duke e vazhdu tefsirin e Kur'anit Fisnik në këto mezhlise, por kam zgjedh për ju që sot bashk të ndajmë një sure që zakonisht të gjithë ne duhet të dim dhe përdorim në namazet tona, është sureja El Kafirun, jo besimtarët, ku Allahu Dhu Gjelal thot: Qul ja eyyuhel kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Thua ju, o ju jo besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kur adhurues e atyre që ju i adhuroni, e as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Sura El Kafirun është një sura madhështore, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur në hadithet e tija dhe ka treguar për vlerën e madhe që ka leximi i kësaj sure në disa prej namazeve. Na e përmendëm se kjo sure quhet El Kafirun për shkak se kështu e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në disa hadithe ka ardhur sureja El Kafirun, e në disa hadithe ka ardhur sureja Ja eyyuhel kafirun. Dikon me emërtimin El Kafirun, dikon me krejt fillimin e ajeteve. Për shembull, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfundonte namazin e vitrit me 3 rekate. Dhe në rekatin e parë këndonte surën El-A'la, Sebbih isme rabbikel a'la. Në rekatin e dytë këndonte surën Kul ja eyyuhel kafirun, dhe në rekatin e tretë këndonte surën Kul huwallahu ahad. Pra në këtë hadith që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka përmend këndonte surën Kul ja eyyuhel kafirun. Nuk tha surën Kafirun, kështu që pse e them këtë punë, që kanë herë kur populli më thot Kul huwallahu na ke thon, na themi surën Ikhlas. Po më thonë, e di Kul huwallahu nuk është gabim, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij është përdor. Ibn Abbas që thotë, e lexonte edhe Kul huwallahu ahad. Ai që themna Kul huwallahu. Andesh i tha surën Ikhlas, ndesh i tha surën Kul huwallahu ahad, është njëjtë. Ndesh i tha surën Kafirun, ndesh i tha a din Kul ya Kafirun, është njëjtë, janë emërtime që i ka përdor edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila është vlera e kësaj sure dhe veçoria e saj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm pak më lart, e këndonte në surën në namazin e vitrit, këtë sure në rekatin e dytë. Rekatin e parë e këndonte Sebbih isme rabbikel a'la, në rekatin e dytë e këndonte Kul ya eyyuhel kafirun, dhe në rekatin e tretë e këndonte Kul huwallahu ahad. E tash, kush e din këto sure, edhe surën El-A'la, edhe surën El-Kafirun,
edhe surën Al-Ikhlas, e fali vitrin ashtu si ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush nuk i din? Gjithsesi ti mëson, po nuk mundet me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namazin e vitrit. Çka do me thonë me këtë? Pse na i nxisim xhamatin vazhdimisht mësoni surët e Kuranit. Mësoni nga Kurani përmend shumë e më shumë. Që në momenti kur ti çohesh me fal namaz, edhe lexon në për libra se këtë rekat kanë ka sunet më këndu kjo sure, këtë rekat kanë ka sunet më këndu kjo sure, ti mos e pas problem. Me i këndu ato sure se i din. Ama kur nuk i din, nuk mundesh. Andaj, për shembull, nëse don me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namazin e vitrit, duhet ta dish përmend se bismi rabbikal ala, kul ya el kafirun, edhe kul huwallahu ahad. Po i dite e falë si pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk i din, do këndosh sure tjera, ama nuk do këndosh ato sure që ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, vllazni, kohën që keni në disponim, nata e gjatë, duhet me ndapi natës gjatë një kohë me mësu sure përmendsh. Dimri, duhet mu kaluem me Kur'an, me lexim të Kur'anit, edhe me lexim të sureve të Kuranit, edhe me mësim përmendsh të sureve të Kuranit. Që çdo ditë mësojmë nga një sure, çdo javë mësojmë nga një sure, edhe të pasurojmë vetveten me sure të vazhdueshme, që kur të falimi namaz, mos kemi nevojë domethënë për Kur'an, për shembull namaz nate, po për asaj që di përmendsh të falemi gjatë edhe rahat. Gjithashtu, për haditheve që tregojnë vlerën e kësaj sure, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këndonte këtë sure në njërin prej dy recateve të sabahut, të sunetit të sabahut. Në recatin e parë e këndonte kul huwallahu ahad ose kul ya el kafirun, në recatin e dytë e këndonte kul huwallahu ahad. Kështu që edhe ai që e din kul ya el kafirun edhe e fal sunetin e sabahut, është mirë që në rekatin e parë ta këndon kul ya el kafirun, në rekatin e dytë ta këndon kul huwallahu ahad, edhe kështu të zbaton këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy rekatet e sunetit të sabahut këndonte në të parin kul ya el kafirun dhe në dytin kul huwallahu ahad. Kjo është argument gjithashtu që në sunetin e sabahut nuk duhet me zgjat shumë me këndim. Por ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu sunet veprohet, këndon këto sure të shkurtra, shpejt edhe shkurt. Thot Aisha radhiyallahu anhuma, qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falte dy recate sunet para sabahut dhe thoshte: "Ni'ma su'ratani huma taqra'unahuma fi rak'atay qabla al-fajr." Sa suret bekume, sa suret mira, janë ato dy sure të cilat i këndoni para sabahut. Kul ya el kafirun dhe kul huwa Allahu ahad. Domethënë para farzit të sabahut janë dy sure bekume të cilat ju i këndoni në namazin para sabahut, domethënë namazin e sunetit. Hadith e transmeton Imam Ibn Majah, hadithi është sahih. Argumenti i tretë për vlerën e kësaj sure është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka ndëgjuar një njeri duke lexuar këtë sure në namazin farz, e ka lavdru. Transmeton Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala sahihun e tij nga Jabir radhiyallahu anhu, thot anna rajulan qama fa raka'a rak'atay al-fajr fa qara'a fi ar-rak'ati al-ula kul ya al-kafirun hatta inqadat sura. Thot Jabir radhiyallahu anhu, një njeri u çu me fal namazin sabahut dhe këndoi në rekatin e parë kul ya al-kafirun derisa përfundoi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hadha 'abdun 'arafa rabbahu." Fa ky rob e njeh ka Zotin e vet.
Në rekatin e dytë lexoj kul huwallahu ahad, derisa përfundoi këtë sure. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hadha 'abdun amana bi rabbih." Ky rob i besoi Zotit vet. Këtë hadith transmeton Imam Ibn Hibban, hadithi është i saktë. Shifë çfarë përshkrimi bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kul ya al-kafirun, hadha 'abdun 'arafa rabbahu. Kjo është robi i cili e njofti Zotin e vet. Se nuk adhuron zot tjetër veç atij që e njeh. E në kul huwallahu ahad tha hadha 'abdun amana bi rabbih. Ky rob i besoi Zotit vet. E lidhi zemrën e tij me Allahun e Madhëshëm i cili është një dhe për cilin ka nevojë gjithë bota dhe ai s'ka nevojë për askënd. Andaj adhurimi i Zotit dhe besimin te janë të lidhura me zvete. Zatën jo rastisht këta dy sure janë quajtur sureja e sinqeritetit. Adhurimin e sinqert njeriu ndaj Zotit vet dhe distancimin e tij nga idhujtaria dhe idhujtarët. Argumenti 4 për vlerën e kësaj sure është që kjo sure është e pëlqyeshme të këndohet para se me flet. Kur shtrihesh në shtrat, e këndon këtë sure dhe me këndimin e kësaj sure përfundon angazhimet e asaj dite dhe i vulos me një gjë që quhet distancim nga idhujtaria. Sepse janë dy procese. E para është, do thot, gdhendje e tauhidit në zemrat tona dhe dyta është distancim nga idhujtaria në të gjitha format e veta. Në transmeton Naufel al-Ashja'i radhiyallahu anhu thot anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal iqra inda manamika kul ya ayyuha al-kafirun thumma nam ala khatimatiha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur të flesh këndoje kul ya ayyuha al-kafirun derisa ta përfundosh atë, pastaj flej mas ta kesh lexuar këtë sure. Pse kjo? Fa innaha bara'atun min ash-shirk. Sepse këndimi i kësaj sure në atë pozicion është distancim nga idhujtaria. E vulos atë ditë me një veprim madhështor, me një deklaratë madhështore që ti s'ke të bësh asgjë me çfarë do lloj të idhujtarisë. Janë udhëzime, këshilla, janë vlerësime të rëndësishme të cilat i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me to na mëson që kujdesemi për këtë sure dhe ta kemi në përdorim të vazhdueshëm. Shifë tash sipas këtyre argumenteve sa herë e lexojmë gjatë ditës kul ya al-kafirun. E para fillojmë sabah, sunetin e sabahut. Edhe me këtë do thot fillon dita duke u distancu nga idhujtaria. Me ikhlasin duke e potencu tauhidin, monoteizmin. Pastaj vazhdojmë tek dhikri i mëngjesit edhe mbrëmjes. Edhe aty lexohet ikhlasi, feleku, nasi, do thot dhe mbrëmje gjithashtu. Këtu lexohet kul ya al-kafirun, mirë po qëllimi është me tregu se vëmendja jonë duhet me qenë vazhdimisht e ndëlidhur me tauhidin. Pastaj e ki namazin e vitrit, ku edhe aty këndon kul ya al-kafirun, edhe ikhlasin, kul huwallahu ahad. Pastaj e ki edhe para xhumit njëjtë e këndon edhe ikhlasin, edhe felekun edhe nasin plus edhe kul ya al-kafirun, që spaku 3 herë në ditë ti e këndon kul ya al-kafirun si adhurim që është sunnet që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse nuk di shumë sure nga Kurani, edhe këndon kul ya al-kafirun edhe namazet tjera, atëherë bëhen më shumë se 3 herë këndimi i kësaj sure, ku ti vazhdimisht e publikon distancimin tan nga idhujtaria. Edhe normalisht kjo është një fitore shumë e madhe që zotën thelbi i Islamit është tauhidi edhe distancimi nga idhujtaria. A është kjo sure Mekase ose Medinase? Me konsenzus të dietarëve
të tefsirit dhe të shkencave të Kur'anit, kjo sura është mekkase, e zbritur në Mekë. Kul ja ayyuhal kafirun, dhe këtu domethënë nuk ka një farë dileme ose dyshimi. Cila është objektive e kësaj sure? Ulemat kanë thonë objektiva kryesore e kësaj sure është al-bara'atul mutlaqatu bejnë al-muwahhidin wal mushrikin. Distancimi dhe diferencimi i qartë edhe i vendosur mes muwahhidave, monoteistëve dhe mushrikëve idhujtarëve. Në aspektin bot kuptimor, në aspektin ideologjik, në aspektin e këndvështrimeve mbi jetën, monoteisti, besimtari monoteist, ai që beson Allahun një, duhet me qenë i ndarë edhe i veçuar tërësisht nga botkuptimet, ideologjit, këndvështrimet e idhujtarëve. Edhe kjo pikpamje dhe kjo qasje, nëse këtë form analizohet sura El Kafirun, është bazike. Edhe andaj jo rasisht e fillon ditën dhe përfundon ditën me këtë sure. Se është deklarat me të cilën ti distancohesh dhe diferencohesh prej botkuptimeve që botës i japin ma shumë se një krijues. E para. E dyta, njerëzimit i japin ma shumë se një ligjvënës. E treta, se botës i japin ma shumë se një adhurues. E kjo është botkuptimi edhe ideologjia edhe këndvështrimi idhujtar. Aty edhe njeri mund me konë Zot, edhe gjin mund me konë Zot, edhe guri mund me konë Zot, edhe druni mund me konë Zot, edhe dielli, edhe hana, edhe yjet, edhe shumë gjëra tjera që janë të krijuar me qenë Zot. Edhe ata me pas fuqi, me ndiku, ata me pas fuqi, me ju nënshtru e kështu me radhë. Botkuptimi monoteist, jo. Këtë to i kundërshton. Një është krijuesi i gjithësisë, një është i vetmi që meriton adhurim, një është i vetmi që është ligjvënës dhe ligji i tij duhet respektohet, një është të cilit duhet i frikohemi, një është ai të cilin duam ta duam absolutikisht, një është ai të cilin duhet ta shpresojmë e kështu me radhë. Edhe andaj, jo rasisht ulemat kanë thonë se nëpërmes kësaj sure, besimtarët vazhdimisht e publikojnë, e shpalosin distancimin e tyre nga ky lloj botkuptimi, ideologjie, këndvështrimi idhujtar. Pra nuk qenë ka muhabeti shumë i thjesht, qenë ka esencial, bazik. Edhe andaj, nga kjo krejt që tham, dhe nshesh vlerën e madhe e kësaj sure. Temat për të cilat flet kjo sure, temat më kryesore që i ngërthen vetvete kjo sure, thënë ulemat, e para është se Allahu Dhu Xhelal e urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e me ketë me automatizëm edhe besimtarët që të distancohen nga jo besimtarët. Kul ja ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju. Distancohen prej punëve tuaja, prej botkuptimeve tuaja, prej ligjeve tuaja, prej kulturave tuaja, prej sistemeve të jetës tuaj. Distancohen prej këtë asaj që vjen nga tjetër kush përveç Allahu Dhu Xhelal. E dyta, wa an yanfi'a ibadatahu li ma'budatihim al-batila. E mohon dhe kundërshton adhurimin e çdo gjëje përveç Allahu Dhu Xhelal. Domthon ata që adhurohen përveç Allahut janë adhurime të kota. Dhe se ato nuk meritojnë adhurim. Nëse dikush i adhuron ato krijesa, ato gjëra, i adhuron pa të drejtë, pa merit të tyre. Vetëm adhurimi i Allahut është me të drejtë dhe vetëm adhurimi i Allahut është me merit. E treta është wayanfi an yakunu abidin li ilahi al-haqq alladhi ya'buduh. Dhe kundërshton ose e mohon se këta idhujtar e adhurojnë Allahun e madhëshëm të cilin adhuron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wala antum abiduna ma a'bud. As ju nuk adhuroni atë që adhuroj. Pse është ky kuptim këtu? Se mushrikët e Mekës thoshin na shumë zot na kena në tokë.
edhe atyre u lutemi vazhdimisht. Po kryeson e kemi në qiell, atë kemi për frigat dhe shpesat tona. Do të ata adhurojnë Allahun e vërtet, po me te adhuronin edhe idhujt. Andaj ishin mushrik. Edhe tregon Allahu i Madhëshëm këtë në Kur'anin Fesnik kur thotë: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa", na këto idhujt që i kemi në Kabe dhe i adhurojmë, nuk i adhurojmë për ata, vetvetiu, por i adhurojmë që të na afrojnë te Zoti i Madh. Të voglit na adhurojnë te Zoti i Madh. E të shkëthot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë sura, mushrikve, ju që adhuroni idhuj, nuk keni të drejtë me pretendu se edhe Allahun e vërtet e adhuroni. Se s'mundet me adhuru edhe idhujt edhe Allahun e vërtet. Edhe kjo është ajo që pastaj kena me tregu se monoteizmi nuk pranon kompromise. Nuk pranon pazare. Edhe Zotën ulemat në tefsir kanë përmend, kur i kanë thonë mushrikt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hajde një vit adhuroni ju Zotin tuaj, adhurojmë na Zotin tuaj, një vit adhuroni ju Zotin ton. Thonë ulemat, ka zbrit kjo sura. La abudu ma ta, s'mundet. Ju më adhuru Zotin ton, na më adhuru Zotin tuaj. Ky kompromis nuk e pranon monoteizmi islam. Këtë pazar, këtë pazarllëk nuk e pranon. O dhe jemi na besim drejt deri në fund, ose për ndryshe bomi njëjtë si ju. Dhe e fundit, do të gjithashtu e para fundit, e një ulen e bera'atuhum min dinim, duhet të distancohet për fesë të tyre, duke e proklamu lekum dinukum waliya din. Do të ky adhurimi i udhëve, bot kuptimin tuaj, është feja që ju e keni shpik. Edhe unë s'kam të bëj me atë fe asgjë. Adhurimi jam dhe Allahut një, është feja ime, të cilën ma ka shpall Allahu dhul xhelal dhe unë e ndjekja atë, duke pas parasysh se jam ndjekës i gjithë pejgamberëve para meje, që nga Ademi a.s., Nuhi a.s., Ibrahim a.s. i këndej, që kanë adhuru Allahun një dhe unë e vazhdojmë adhuru Allahun e Madhëshëm që është një. Pra këto janë temat për të cilat flet kjo sure, dhe nëpërmes këtyre temave do thotë den shesh qartë mesazhi i ajeteve të kësaj sure. Unë nuk do të ndalem për të sqaruar ajetet një nga një sepse na merr shumë kohë, po du vetëm të përmendit disa porosi që mund dalin nga kjo sure e madhërishme me këtë vlerë kaq të madhe që e ka. Ulemat kanë thonë, kjo sure Kul ya el kafirun, ku Allahu dhul xhelal thotë thuaj o ju jo besimtar, nuk adhuroj atë që adhuroni ju, e as ju adhuroni atë që adhuroj unë, as që jam unë adhurues i asaj që keni adhuruar ju, e as ju do adhuroni atë që adhuroj unë. Thot është një metodologji shumë e rëndësishme, reformatore, e cila nuk pranon zgjidhjet gjysmake në çështjet e besimit. Nuk mundet njeriu me qenë pak besimtar, pak idhujtar. Nuk mundet njeriu me qenë pak musliman, pak jo musliman. Ose ajo që themi në gjuhën tonë këtu, musliman laraman. O i e musliman, o nuk i e musliman. O i e besimtar monoteist, o nuk i e. Mund është mi thonë vetës, unë jam besimtar musliman, edhe me shku me lut gurin edhe drunin. Fatmirësisht, shumë zakonet këqia që kanë qenë praneshme këtu të në Shkup, me angazhimin e madh të hoxhallarëve para ne, Allah i shpërbleft të gjithë ata me shpërblime madhështore, ata që kanë vdek, Allahu adhash xhenetin, atyre që janë gjallë e në pleshni, Allahu aletof pleshnin edhe i shpërbleft me bekimet e tia, kanë punue shumë që mi largu njerëzit nga adhurimin i voreve, i tyrbeve, i teqeve. Edhe mës me shku më ulu të vorit, të tyrbet, të teqa, për nafakën e vladit, për suksesin e shkollimit e vladit, për martes të djalit apo të vajzës,
as me kallë qiri, as me qu peshkira, as me qu pare, se ata janë të vdekur. Edhe ata nuk mujnë më bodobi vetë vetës, jo më bodobi gjallëve. Dhe alhamdulillah, në Shkup dhe rrethin, fatmirësisht, do thotë mo nuk ka kësi lloj manifestimesh, dhe këtë kjo është rezultat i mundit, sakrificës, angazhimit të hoxhallarëve para neve. Allah i shpërbleft. Edhe normalisht du të me vazhdu me mbrojt këtë pastërti të fesë. Tauhidi i pastër, ku njerëzit, kur kanë nevojë, i drejtohen Allahut. Kur kanë probleme, i drejtohen Allahut. Kur kanë vështirësi, i drejtohen Allahut. Kur kanë smundje, i drejtohen Allahut. Kur kanë varfëni, i drejtohen Allahut. S'ka nevojë ata me u drejtu tyrbeve, teqeve, vorreve, gurve, drumve, s'ka nevojë. E kanë Rabbul Aleminin, mjafton ai për këtë nevoja që i kanë. Dhe kjo është një mirësi për mirësive të mëdha që Allah ja ka dhënë këtij vendit. Andaj, kur mushrikët ja ofruan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përzierjen që përmenda pak më herët, një vit të adhurojmë Zotin tuaj, një vit ju adhuroni Zotat ton, atër Allahu dhu Gjelal e zbiti këtë sure për mi thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanve, ky pazarllëk nuk shkon, ky kompromis nuk vlen, kjo zgjedhje gjysmake nuk duhet me pranë. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e publikoi këtë sure të distancimit, të diferencimit nga idhujtarët dhe idhujtaria. Edhe na duhet, kur ta këndojmë këtë sure, namazet tona apo në, do thot, veprimet tona, aktivitetet tona, duhet ta ndjejmë këtë, një lloj krenarie, një lloj madhështie. Kul ya ayyuhal kafirun, o ju jo besimtar. La abudu ma ta'budun. Kam krenari. Unë adhuroj Allahun, krijuesin e gjithësisë, sa adhuroj gurë e dru, krijesa. Që ata s'mujnë bo dam as dobi vetvetes e mojo dikujt tjetër. Andaj kjo është porosi e madhe madhështore që na bën neve parimor, na bën neve të paluhatshëm në parimet e mëdha të Islamit. Na gatshëm për sakrifiku çdo gjë për këtë parim. Ashtu si që bëri baba i monoteizmit Ibrahim a.s. Kur i luftoi idhujtarin, idhujt prej guri dhe druni që adhuronin populli i tij, çka i bën populli i tij? E kapën ta djegin. Edhe kërkonin prej tij kompromis. Shope pak. Shpëtojsh. Tek asnjëherë. Ama kena me djeg, shkron bani. E kuptoni çka do të më thonë kjo punë? Për tauhid, për monoteizëm, edhe jetën me dhonë është pak. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Mos i bën shirk Allahut. Wala tushrik billah. Edhe nëse të vrasin, edhe nëse të djegin. Edhe nëse të vrasin, edhe nëse të djegin. Do nëse ta bin thikën fyt, edhe bën shirk apo të mbytëm, besimi jot është do të më qenë i tillë që ti mos më pranoj shirkun në asnjë formë. Edhe nëse rrezikon jetën tonë. Pse? Se jeta e dunjos është kalimtare. Ma mirë është me vdek me tauhid e me shku në xhenet, se Zoti mos e bëf me bë shirk e me jetu e me shku në xhenem. Edhe andaj rasti i ashabul Ukhdudit që përmenden në surën Buruj, kur mbreti va bëri kusht besimtarëve monoteist, o të bëni shirk, o të ju hudhin zjarm, nona që kishte foshtjen në gji, ishte besimtare monoteiste, ishte vendos në besimin e saj, ju dhin fëmija, ju dhin foshtja. Edhe tu u hamencu atë thoje shirkun me fjalë e zemrën ta ketë me iman të bushur, e ta shpëton foshtjen, apo të hudhet bashkë me foshtjen, foli foshtjen dhe tha, bën sabër nana ime se ti je në hak. Ndodhi ky keramet për shkak të insistimit në tauhid. Edhe andaj secili besimtar që i rrin gati tauhidit të tij, Allahu i madhëshëm ka me ngrin dunjë dhe në ahiret, e për shpërblimin që jep Allahu monoteistëve, është një përmendur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur shkojmë te Allahu dhu xhelal, tauhidin që kemi pas zemrat tona, ka me qenë shkak që me te Allahu më na shtin në xhenet, pa marrë parasysh sa gabime kena me bë.
Gjithashtu, prej mësimeve porosive që dalin është se në këtë sura u përmend kul ja ayyuhal kafirun dhe nuk tha kul ja ayyuhal mushrikun. Pse? Se me pas thonë kul ja ayyuhal mushrikun ishte kohën e kufizuar, veç për mushrikët. Ama kur thot kul ja ayyuhal kafirun i nënkupton edhe kafirat mohues, po edhe idhujtarët shtues të adhurimeve ndaj dikujt tjetër veç Allahut. Edhe është urtësia e Kur'anit që me kul ja ayyuhal kafirun hyjnë ati edhe idhujtarët, edhe krishterët, edhe hebrejët, edhe ateistët. A me pason ja ayyuhal mushrikun, ateistët s'kishin hi. Krishterët s'kishin hi, hebrejët s'kishin hi, ama kul ja ayyuhal kafirun krejt hin. E kjo është urtësia e përdorimit të termeve kuranore ose termeve të zgjedhura nga Allahu Dhu Xhelal që i japin kuptimin e plot të të fjalëve që përdoren në ajetet kuranore. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive është se në Kur'an janë 5 sure që fillojnë me kul, me urdhër, thuaj. Surja Gjin, kul uhi ileje, thuaj se më shpall mua, pastaj kul ja ayyuhal kafirun, pastaj kul huwallahu ahad, pastaj kul a'udhu birabbil falak, edhe kul a'udhu birabbin nas. Të 5 sure në Kur'an fillojnë me kul, me këtë urdhën, domethënë ku urdhënohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me i thonë besimtarëve kul. Edhe porosia tjetër që del nga kjo sure, ulemat kanë thonë se sureja kul ja ayyuhal kafirun dhe sureja kul huwallahu ahad, të dyjat janë suret e ikhlasit, e sinceritetit në adhurim të Allahut. Ku adhurimi jonë është i pastër, i dlir, edhe i veçantë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Me kul ja ayyuhal kafirun, thot fiha al-ikhlasul qasd. Thot kul ja ayyuhal kafirun kemi sinceritet të qëllimit. Kurse në kul huwallahu ahad kemi sinceritet të besimit. Fat-tauhidu fi kul huwallahu ahad tauhidun ilmiyun aqaidi. Tauhidi që del në kul huwallahu ahad është tauhid akademik, akaidologjik, teorik. A kupton, është teori. Ta mush mendjen edhe zemrën me fakte dhe me bindje se vetëm Allahu meriton adhurim. Kurse në tauhidi që përmendet në kul ja ayyuhal kafirun është tauhid praktik, edhe tauhid i vullnetit, i dëshirës, i ndjenjave. Se këtu ka të bësh me distancimin, që është ndjenja, edhe mos adhurimin e idhujve që është vepra. A te kul huwallahu ahad është tauhidi teorik, edhe tauhidi i qëllimeve tona. Gjithashtu, ulemat kanë thonë nga kjo sure e marrin një mësim shumë të madh se nuk ka emër në botë më të keq, më të shëmtuar, më ofendues se emri qafir. Nuk ka në botë emër më të keq. Dhe andaj në këto moment të distancimit dhe diferencimit, Allahu Dhu Xhelal përzgjedhi që besimtari me krenarin e tauhidit e imanit me thonë atyve kul ja ayyuhal kafirun, o ju jo besimtar, la abudu ma ta'budun. Edhe andaj, edhe kundërt është e sakt. Edhe nuk ka emër ma fisnik, ma madhështor, ma bekues, se sa emri besimtar monoteist. Elhamdulillah Allahu që na ka bërë neve besimtar monoteist, e na ka shpëtu nga kufri dhe idhujtaria. E inshallah bëmi qertës për zemrat e gjithë jo besimtarëve për ta kuptuar rëndësinë dhe nevojën që kanë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë disa mësime, normalisht ka edhe shumë mësime tjera që nxjerren për kësaj sure, na i zgjodhëm vetëm këtë sure, vetëm këto mësime dhe porosi, këto dobi që nxjerren nga kjo sure e shkurtër, të cilën kush e din tani i din edhe disa kuptime shtesë të kësaj sure, kush nuk e din duhet ta mëson
për ta shiju këtë që e tham, edhe shumë, ma shumë se kjo që jemi thonë gjatë leximit të kësaj sure dhe gjatë faljes së namazeve tona me këto sure. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i mbush zemrat tona me tauhid dhe ta kuptojmë realisht madhështinë e Allahut dhe nevojën e madhe që kemi për të, dhe ta bën të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm kundrejt idhujtarisë dhe të gjitha formave të imta dhe të dukshme të idhujtarisë, na bën thirrës të urtë dhe ditur në tauhid dhe për atyre që tërheqin vërejtjen dhe vëmendjen nga idhujtaria në të gjitha format e saj, që njerëzimi të jeton jetë të qetë, të lumtur, të begatshme me tauhid, edhe ta mbron vetveten nga shqetësimet, trazirat shpirtërore dhe psiqike, nga shkaku i kufrit dhe idhujtarisë. Walhamdulillahi rabbil alamin.